Vera Vecakanis, e bashkë me të edhe super atmosfera e jetës së natës në Prishtinë. Sonte Labinot Tahiri në Prishtinë ndodhet vetëm për një arsye të veçantë, për 4 vjetorin e Lit Club. Hajde bashkë me neve në këtë event. Të shumë dishin ata që mblodhen këtë mërkur në Lit për të festuar një moment të veçantë. Mes gotave të ngritura për dollinë e radhës dhe momentit kulminant të prerjes së tortës, ky 4 vjetor i njerëz për adresave më të njohura në kryeqytet, vjen në një moment pjekurie. Nuk ka qenë lehtë mbjetesa në një treg ku klubet shpesh hapen dhe mbyllen brenda sezonit, por Lit e ka gjetur ritmin. Ka mbajtur një standard të qëndrueshëm për njerëzit që tashmë njohin dhe i besojnë për një natë të mirë. Por si e gjen saktësisht Lit Clubin, ky 4 vjetor nga këndvështrimi atyre që qëndrojnë prapa tij. Litin e gjena me një atmosferë shumë mirë, me një energji shumë mirë. Dhe më thona, sot i bojna me 17 qershor, i bojna 4 vjetë si një klub që punojna çdo natë, me një energji shumë mirë, me një staf shumë mirë, që neve na gjeni, dhe më thonë, gjithmonë në atmosferë dhe me një nivel shumë. Çka ka bu që Lit me mbjetu për 4 vite radhase? Liti ka mbjetu shumë situata, për arsye që kena një staf shumë mirë, edhe një menaxhment shumë të mirë, edhe punojna çdo natë me strategjia tona, me DJ-a, edhe që kjo kon rezultati jonë që kena mbjetu deri tash. Qysh ka me qenë kjo verë me artista? Kjo verë ka me konë shumë e mirë si çdo verë, të më thonë edhe 3 vera tjera, kjo është vera 4 të na. Na zakonisht punojna me DJ, artistat të më thonë i thirrëm kanë herë kur kena qef, i thirrëm si special guest, se dhe i kena shok, i kena jarona, vinë edhe për qef, vinë edhe për neve, vinë me kajlu mirë se një tonë, një të mordë, një tërë, një dile, edhe një të premtë, dhe këtë javën na jena pa gjumë. Punojna 24 orë, Liti është 365 vitit. Ndërkohë, prezent këtë mesjavë ishte edhe gazetari Arber Zeka. Si dikush që një mirë panoramën e showbizit dhe argëtimit në vend, ai mendon se sekreti që etabloi Liti në peizazhin e jetës së natës është thjesht fryma e re që solli në fillim. Më kujtohet 4 vite më parë, viti 2022, vendosin me hapë Hekurani me Bibën, vendosin me sjellën Prishtinë një frymë të re që s'ka ekzistuar paraprakisht. Jemi mësuar me pas mbrëmje vetëm mërkurë pranë të shtunë, edhe ndryshon diçka e re vjen në Prishtinë. Ndryshon pasi që ofrohet çdo natë nga e hëna në të diel, çdo ditë javës muzikë ku të rit kanë marrë këtu. Një vend i ngrohtë ku po besoj nuk ekziston një vend i dytë që ka pas më shumë fytyra publike, më shumë artistë që kanë ardhur për shef, mu kënaqë dhe mu largu nga ajo performancat mbasi të tyre. Me emra nuk po futem, pasi që e pat po besoj paraprakisht keni pas mundësinë, unë sa erdha, mi pa që gjithë artistë kanë performuar dhe kanë ardhur dhe janë arktuar në Lit. M'bot shefi shumë për Litin, uroj shumë sukses në të ardhmen, pse jo dhe 8 vjet tjera minimalisht. Me verën që ka hyrë zyrtarisht, klubi mbetet padyshim zgjedhja e parë për një pjesë të mirë të diasporës që kërkon një ambient ku dihet se çfarë pret. Duket se edhe këtë sezon formula nuk ka pse të ndryshojë. Ajo që më lem përshtypje dhe gjithmonë m'bot shefi kur e dëgjoj është kur vjen diaspora, adresa parë është Liti. Bojnë rezervime parakosh, me flasim për Litin, diskutojnë për Litin, kështu që po besoj DJ-t më të mirë, më nza që janë të Kosovës dhe jo vetëm, edhe më barë trevave shqiptare kanë mi performu në Lit, po edhe që shko marrë vesh, kam informata, kam e pasë DJ-t huj. Kështu që një verë e jashtëzakonshme, kam e napritë në Lit, nga data një korekt deri me një shtator pa diskutim. E për një përvjetor të tillë, duhet dikush që një mirë pulsin e publikut. Labinot Tahiri ishte i ftuar i special i kësaj mbrëmje, duke sjellë saktësisht atë për cilën ishte ftuar, muzikë dhe energji të lartë. Në fakt është hera e dytë që performoj këtu. Përpara kemi punuar shumë me Bibën në tranzit në Pej. Kemi kaluar shumë mirë, por sonte ju uroj 4 vjetorin e punës, ju uroj shumë suksese. Biba e një këtë zonas shumë mirë, dhe besoj që sonte e ka qëllu që e ka thirë login me performu në përvjetorin e ti. Na thonë që ja ka qëllu. Ta mbash sallën plot nuk është pak, sidomos pas kaq shumë vitesh në industri. Por cili është sekreti i vërtet i një suksesi kaq të gjatë, konstancë i artist? Nifëm njëri prej artistave të stradës që i bëj këngë roll, si të thotë fjala vullore, rolla për mall.
dhe nuk konsumon shumë në klipe, më thonë drejtën dhe përritoj shumë herë me bo klipet e shpeshta, por zakonisht këngët e mia kam bet hite, sepse nuk e kam mujt hitin shembull me një këngë mas 2 javë, për e kam lanë 1 vjet 2 me e këndu publiku mirë edhe me arrit që shumë prej gjenerata me mësu dhe mësë me arru asnjëherë. Është vështirë kështu prej gjitha këngëve përzgjedh ndoshta vetëm një që publiku ndoshta ndizet, po ti e din mas mirë ti me cilën këngë ndizet mas shumë te publiku kur e këndon. Ka këngë të ndryshme, po kujti pas këngja është një farë himni që e këndojnë edhe tjerë artista, po kur ta këndoj edhe unë e këndojnë këtë publiku, kuptohet. Është këngë e cila nuk ka pas klip 20 vite, por e kam dëgju shumë dhe vazhdoj me dëgju ende. A dallon kënga e preferume nga vendi në vend? Ka mundësi që dallon. Janë disa këngë që në shembull në Shqipëri, dikur kënga me Gretën, me Florin, u takuam, kanë qenë hite të mëdha dhe shembull kur janë në Shqipëri, në Tiranë, ato i kërkojnë dhe i këndojnë me shumë shpirt. Dihet që kënga Zemra e re vetë ka qenë hit, tash në Big Brother u rikthye sërish. Çka ndodhi me projektin e menduar me Klodën dhe Elionën? Unë mendoj që ajo këngë ka bot vetën dhe e kanë mësuar dhe të veçlit dhe të rriturit dhe nuk ka pas efekt me bo një klip prap. Por mendoj që kam vendos, po më kam bo mirë që nuk kam bo klipin dhe kam lënë ashtu si që kanë njoft Elionën përmes ekranit Klan Kosovës në Big dhe normalisht kënga ime është që 3 vite, por e morë atë hovin e madh falë Elionës dhe atyre që kanë këndu në Big, po nuk besoj që do një projekt tjetër do të jemi të gatshëm bashkë. Do të thonë nuk do të ketë klip me Zemrën e re. Me këtë këngë jo. Okej. Ç'ka me qenë kjo verë për ty lab? Si të gjithë verët e tjera, edhe kjo është shumë më e ngarkuar, kam shumë data, shumë mirë është si vitë. Dhe lab për fond, po kemi zgjedhje shpesh, ke paralajmëru politik u fut. A është ky momenti i duhur? Unë mendoj që vendi ka nevojë për njerëz që i shërbejnë vendit dhe që i shërbejnë qytetarëve. Për pushtetën nuk kemi nevojë, sepse edhe kur s'kemi pas shtet, njerëzit kanë shërbim më shumë vendit se sot njerëzit që janë në pushtet. Kështu që mendoj unë i shërbej vendit edhe qytetarëve, edhe jashtë politikës edhe brenda saj. Po në rast se ka zgjedhje, besoj që do të jenë brenda në parlament. Festa vazhdoi natyrshëm deri në orët e para të mëngjesit. Një 4 vjetor që thjesht vërtetoi se kur atmosfera funksionon, njerëzit kthehen prapë në adresën e tyre të preferuar Lit Club.